Mirë mbrëma, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Është e shtunë, është vonë, prandaj nuk do ju mbaj shumë gjatë. Shumë faleminderit që morët pjesë. Do flas në lidhje me javën në vazhdim, nga data 23 deri në datën 29 qershor. Okej. Si fillim, ju shpjegoj edhe një herë, ose më them, po flas në lidhje me shërbimet e mia. Bëj lidhje të drejtë për drejtë, tashmë siç e shikoni çdo javë bëj lidhje të drejtë për drejtë për parashikimin javor, e bëj në përgjithësi ditën e shtunë, duke filluar nga ora 18 deri në orën 20, ky është intervali i kohës që e bëj, në vartësi nga puna që kam përpara. Në qoftë se nuk arrish ta bëj ditën e shtunë, e bëj ditën e diel, por në përgjithësi deri në këtë moment e kam bërë ditën e shtunë. Përveç kësaj, kam parashikimet e mia që janë në lidhje me hënën e re dhe me hënën e plot. Parashikimi që ishte, ose mirë themi ndikimet e anës së re, që është te shenja e gafores në datën 25, është gati tashmë, e keni te kanali im YouTube-it. Ndërkohë që ajo çfarë mund të bëj tjetër, ose mirë themi lidhje të tjera që bëj, është pyetje përgjigje. Do të bëja normalisht edhe gjatë kësaj javë, por duke qenë se nuk pata shumë pyetje nga ju këtë javë, vendosoj që ta shtym për javën tjetër. Ndërkohë që paraqitjet e mia në televizione, çdo javë marr pjesë tek Zero MCN, ku flas në lidhje edhe me parashikimin e javës. Një herë në muaj jam tek Top Channel, tek programi Në shtëpinë tonë, aty bëj parashikimin e muajit. Të njëjtën gjë përsëri parashikimin e muajit mund ta dëgjoni edhe nga Scan TV. Ndërkohë që për sa i përket ose më të themi shërbimeve që janë specifike për ju, për individi. Këtu kemi analizën e hartës personale, kemi gjetjen e ascendentit, për ata që nuk e din orën e lindjes. Ndërkohë që ata që e din orën e lindjes, më thonë që të fusni të dhënat tuaj në shumë faqe që ekzistojnë në internet, përveç ChatGPT, sepse nxjerrët e gabuara. Mund të bëjmë analizën e lidhjes tuaj, të përcaktojmë ditët më të përshtatshme për ju për të filluar një biznes, apo për analizën në përgjithësi në lidhje me mirëqenien tuaj, si ekonomike, po ashtu edhe shpirtërore. Këto të gjitha që sapo përmenda janë shërbime të cilat janë me pagesë dhe në bazë të shërbimit që ofrohet, ose në bazë të shërbimit që ju zgjidhni, ndryshon edhe vlera e kësaj konsulte. Okej, këto ishin shërbimet që unë ofroj. Mënyra se si ju do t'ju këshilloj është të ndiqnit lidhjet e mia të drejtë për drejta, pasi unë t'i kem vënë normalisht tek kanali im YouTube-it. Do t'i këshilloj që si fillim të dëgjoni ndikimet e përgjithshme, sepse ato na prekin të gjithë, duke qenë se prekin natyrën, automatikisht ndikojmë edhe ne. Gjatë ndikimeve të përgjithshme unë flas shumë edhe në lidhje me ekonominë, po ashtu dhe në lidhje me jetën tonë sociale, lidhje me natyrën, çfarë mund të përballemi dhe si mund të kalojmë ato nëse janë probleme të vështira. Ndërkohë që pas kësaj do t'i këshilloj që të dëgjoni të ascendentin tuaj, sepse ka më tepër peshë tek analizat që përgatiten. Dhe pas kësaj të dëgjonit edhe shenjën e diellit tuaj, pra shenjën tuaj zodiakut, aty ku keni lindur. Okej, dhe pa humbur dhe më tepër kohë, tani do të fillojmë në lidhje me parashikimet e javës. Java 23 deri në 29 qershor është java e cila në të vërtetë ne do të na paralajmëroj, ose më them do të na përshkruaj se si do të jetë një vit në vazhdim. Është një javë shumë e rëndësishme për këtë arsye. Ndikimi më i rëndësishëm që do të kemi kësaj jave do të jetë padyshim hëna e re, e cila do të jetë tek shenja e gafores, do të jetë në datën 25. Videon e saj përsëris e keni tashmë gati tek YouTube-im. Ndërkohë që kemi edhe dy ndikime shumë të rëndësishme. Kemi edhe kalimin të Mërkurit tek shenja e Luanit, dhe kjo do të ketë një ndikim shumë të rëndësishëm, do të japë një frymë të re komplet gjatë gjithë javës. Do të kemi vazhdimin të këndit negativ midis Jupiterit dhe Saturnit dhe Neptunit, të cilin ndodhen tek shenja e Dashit, ndërkohë që Jupiteri ndodhet tek shenja e Gaforës.
Në qoftë se i hapim pra, ose më të themi i shpjegojmë pak më mirë të gjitha këto ndikime, hënën e re, duke qenë se kemi bërë videon, tek ajo nuk është se do të ndalem shumë, por po them vetëm temën kryesore, tematika kryesore. Kësaj hënë të re do të jenë pikërisht zgjidhjet e problemeve që kanë të bëjnë me jetën tonë familjare. Këtu mund të kemi edhe zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë në lidhje me banesën apo dhe në lidhje me mërcënien tonë ekonomike, përsëri tek vendi ku banojmë, mund të kemi një rregullim të dukshëm në lidhje me këto tema, duke qenë se një të hënëre do të jetë në takim me Jupiterin. Ndërkohë që kalimi i Mërkurit tek shenja e Luanit, në të vërtetë është një kalim sa pozitiv, po ashtu edhe nga ana tjetër mund të bëhet pak problematik. Arsye që mund të bëhet problematik është se ndërkohë që Mërkuri kërkëndjes ndodhet tek shenja e Gafores, neve mund na ngjelet pak më tepër hatri, mund të fokusohemi pak më tepër tek detajet të cilat nuk kanë shumë rëndësi ose më të them mund të shpërndahemi pak në logjikën tonë. Ndërkohë që tek shenja e Luanit ndodh komplet e kundërta, mund të fokusohemi tek detajet të cilat mund të shkëlqejnë më tepër, por nga ana tjetër këto mund të rrisin shumë edhe egon. Pra ndërkohë që tek shenja e Gafores jemi pak të shpërndarë dhe nuk dim se ku qëndron, na ngjelet hatri për çdo gjë, këtu mund të bëhemi shumë më tepër aktiv pra tek shenja e Luanit dhe të imponojmë në disa raste dhe mendimin tonë të tjerëve, gjithmonë këto në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm. Në qoftë se arrim që të jemi të vëmendshëm, normalisht ose më të themi që jemi më tepër në kontroll të vetes tonë, automatikisht edhe të gjitha këto probleme nuk do të dalin sipërfaqe, mbi të gjitha do të jemi shumë më tepër aktiv, do të argëtojmë shumë më tepër, do të jemi shumë më tepër kreativ. Dita që do t'i këshilloj të gjithëve që t'jemi më të vëmendshëm do t'jetë dita e njëjte, sepse Mërkuri do t'jetë në gradën e fundit të shenjës së Gafores. Gradat e fundit të çdo shenje janë shumë problematike, sjellin shumë probleme në jetën tonë dhe në këtë rast mund të kemi më të probleme në lidhje me mënyrën tonë të komunikimit, mund të kemi shumë probleme tek banesat tona, e njëjta gjë është e vlefshme dhe në lidhje me udhëtimet, sidomos ato që bëhen me automjetet të mëdha, pra këtu mund të bëhet fjalë edhe për autobusin, sidomos ata që përdoren karavan, pra në shtëpi të cilat ecin, pra në këtë rast janë mund të bëhet shumë më tepër problematike. Këto ishin ndikimet e përgjithshme. Në lidhje me natyrën, kjo është një javë që mund të jetë pakës më e vështirë se javët e tjera, sepse do të kemi një luhatje shumë të madhe, mund të kemi rreshtë shiu, ndërkohë që nga ana tjetër mund të kemi edhe probleme me elektricitetin që do të vazhdojë të jetë aktive gjatë kësaj jave, duke qenë se edhe Urani vazhdon që të jetë tek grada e fundit, pra të njëjtat probleme që kishim javën e kaluar, mund të vazhdojmë që të ndjejmë dhe gjatë kësaj jave, mund të kemi furtuna që dalin menjëherë dhe në të njëjtën kohë pas 5 minutash koha mund të rregullohet menjëherë, pra të njëjtat probleme që kishim gjatë kësaj jave mund të kemi edhe javën që vjen. Në përgjithësi do të jetë pak më e butë, sidomos pas datës 25, të gjitha këto çfarë përmendet tani do të zbuten pak më tepër, por mund të kemi zmadhimin edhe të egos në të raste ose më të themi mund të kryengrihemi në momente të cilat nuk janë të nevojshme. Kjo mund të jetë kryengritje ndaj personave që janë figura autoriteti, në të njëjtën kohë mund të kryengrihemi edhe në disa raste dhe gjërave që ne mendojmë që janë bërë pa drejtësi. Këto do të jenë më tepër efektive deri ditën e njëjtë, sepse siç e përmenda dhe Mërkuri do të jetë tek shenja e Gafores, por mund na ngjelë pak më tepër hatri. Mund të perceptojnë gjërat më gabim se çfarë janë, ose gabim, më të themi. Për këtë arsye, do t'i këshilloj të gjithëve që përpara se të veprojmë ose të reagojmë, më të themi, të rishikojmë edhe një situatën, bile në qoftë se është e nevojshme, të marrim edhe mendimin e personave që kemi besim, pra që kemi rreth rrotull, që ndodhen të njëjtën po e them në mënyrë të njëjtën situatë ose në të njëjtin ambient ku jeni dhe ju, në mënyrë që të merrni edhe një mendim të jashtëm, pra përpara se të reagoni, sepse në disa shenja, por do mund të jetë pak më tepër, por në përgjithësi tek të gjithë ne mund të na shkaktojë vërtet shumë probleme me figurat e autoritetit. Për lajmet që do të marrim gjatë kësaj jave, do të këshilloj që të jemi më përzgjedhës, nuk do të thotë që nuk janë të vërteta, mund të jenë të vërteta, problemi është se do të kemi një fluks shumë të madh informacioni gjatë kësaj jave, do të kemi një paralajmërime të shumta dhe duhet jemi të aftë që të përzgjedhim se cilat janë paralajmërime që neve na ndihmojnë që të kemi një jetë më të shëndetshme, ose më të themi që të mund të marrim masa,
kundrejt problemeve që mund të dalin përpara. Për shenjën e dashit. Shenja e dashit të javë mund të them që ka një javë ku do të spastrosh të gjitha temat që mund të kenë qenë pak të zgjatura. Kjo do të thotë që edhe vonesat që mund të ketë pasur të vetë shkaktuara në përgjithësi, apo edhe gjëra të cilat mund të ketë shpresuar tek të tjerë, por nuk është se ka arritur që t'i zgjidhë. Gjatë kësaj jave do të filloj që t'i zgjidhë një nga një. Do të filloj nga mënyra e komunikimit, ku në qoftë se e bere që ka çaluar në disa pika, gjatë kësaj jave do të filloj që ta përdori më mirë, me tepër efikasitet për komunikimin e tij, duke vazhduar tek të gjitha temat familjare. Këtu mund të kemi dalë në skenë edhe të tematikave që mund të jenë shumë të hershme, dhe në disa raste edhe të problemeve që mund të jenë shumë të hershme, por kjo nuk do të thonë se është vetëm negative, përkundërzi, mund të marrim edhe lejme shumë pozitive, në disa raste mbështetje shumë të madhe ekonomike nga familjarët tanë, dhe kjo automatikisht do të ndihmojë shenjën e dashit që të ketë një përparim shumë të madh. Duke qenë se drejtuesi i tyre në këto momente është e vendosur tek shenja e birgjëreshës, për ta është një fazë ku mund të jenë vërtet shumë efikas, mund të jenë shumë herë praktik në mënyrë se si bëjnë gjërat, dhe kjo normale që do të sjellë një rritje shumë të madhe, si në zhvillimin e tyre në karrierë, po ashtu në lidhje me marrëdhëniet që ata kanë me vëllezërit, me motrat e tyre, me familjarët e tyre në përgjithësi, po ashtu është e vlefshme edhe për të rregulluar çështjet që kanë të bëjnë me karrierën e tyre, sepse siç e thash, çdo vonesë që mund të jetë e vetë shkaktuar deri në këto momente do të fillojnë që ta zgjidhin. Duke filluar nga një komunikim shumë herë më pozitiv, ose më themi duke përdorur komunikimin shumë pozitiv, duke arritur deri në pikën që të gjitha problemet, sidomos brenda familjes apo edhe te banesa, do të zgjidhen. Mund të kemi probleme gjatë 2 ditëve të para të javës me mjetet e tyre të komunikimit ose me automjetet e tyre. Në këtë rast do t'ju këshilloj që ta vini veshën nëse është e nevojshme për shembull për telefonin ta ndryshoni, sepse në këto momente duke qenë se kemi një elektricitet shumë të lartë, kjo normalisht mund të shkaktojë edhe probleme më të mëdha nëse nuk jemi të vëmendshëm. Ndërkohë që në lidhje me problemet familjare mund të kemi zgjidhje me një efikasitet shumë të lartë, siç e thash, sepse do të jenë ata vetë shumë më të aftë për të zgjidhur probleme, dhe duke qenë praktik tek vendi i tyre punës, me punën që bëjnë, duke përzgjedhur mirë se çfarë pune bëjnë pra, ose ku fokusohen energjinë e tyre, do të vëmë edhe një rritje vërtet shumë të madhe nga ana ekonomike. Në përgjithësi kjo javë për shenjën e dashit është një javë e cila do t'i drejtojë ata tek gjërat që kanë më tepër efikasitet, ose më të themi që janë më tepër të shëndetshme për t'i mbajtur që tani tutje në jetën e tyre. Do të arrijnë që të perceptojnë shumë mirë këto, dhe do të them që do të jenë pak më të ngadërsuar se zakonisht, por kjo në të vërtetë do t'i bëjë shumë mirë. Do të jenë pak më të përgjegjshëm pra. Tema ku mund të jetë pak më problematike ose më e lodhshme se të tjerat janë çështjet familjare, ku mund të harxojnë një energji shumë të madhe, nëse se të zgjaten, sidomos nëse ngelet hatri, apo nëse edhe fokusohen shumë tek temat, mundojnë që të rregullojnë, të mbajnë me të mirë të gjithë njerëzit, pra, sidomos familjarët e tyre, vetëm që nëse ngelet hatri, në mënyrë që të mos shkaktojnë probleme, ndërkohë që gjatë kësaj jave do të këshillohesh të fokusohesh tek rritja e tyre, zhvillimi i tyre material dhe tek puna e tyre, sepse këtu do të kemi një zhvillim shumë më të madh. Këto ishin në lidhje me shenjën e dashit. Për shenjën e demit. Shenja e demit, tema kryesore e kësaj jave do të jetë, ose më themi është do të këshilloja, por edhe çfarë do të nevojitet do të jetë guximi. Duhet të guxojnë që të ndryshojnë gjërat në jetën e tyre, dhe kjo nuk është se është diçka e thjeshtë për shenjën e demit, por kjo është java në të cilën është domosdoshme. Gjatë kësaj jave do të kemi si fillim një çlirim emocional. Duke qenë se mund të kenë qenë shumë në një trysni shumë të madhe gjatë kësaj jave shenja e demit, ose më themi një periudhë të gjatë, që sa javë do të kemi çlirim emocional, por kjo nuk është se do të vinë në mënyrë shumë të thjeshtë, sepse mund të kemi shpërthime në disa momente, të cilat të lënë ato pa kontrolluar, automatikisht mund të shkaktojnë probleme tek marrëdhëniet e tyre. Për fat të mirë, kemi Venusin të vendosur këtu dhe pra të shenjat e tyre, dhe kjo i jep një zbutje shumë të madhe të gjithë këtyre problemeve. Në qoftë se arrim që të përdorim këtë momentum që është tani, mund të kemi edhe të ardhur materiale shumë të mira, sepse do të kemi një vlerësim shumë më të lartë, dhe mbi të gjitha janë shumë më tepër përzgjedhës tashmë shenja e demit për gjërat që mbajnë jetën e tyre.
kemi një komunikim shumë efektiv, i cili do të jetë i vlefshëm gjatë gjithë javës dhe do të kemi edhe pastrimin të gjitha problemeve që kanë të bëjnë në lidhje pikërisht me komunikimin e tyre, në mënyrë se si ata i trajtojnë edhe veten e tyre, por edhe personin që kanë përballë. Kjo është e vlefshme edhe në marrëdhëniet që kanë partnerët e tyre, por më tepër do ta vëmë re tek marrëdhëniet që kanë me vëllezërit, me motrat e tyre. Mund ta themi në këtë mënyrë, gjatë gjithë javës do të jetë në rritje shenja e ndemit, duke filluar nga spastrimi i çdo gjëje që e ul vlerën e tyre ose moralin e tyre në lidhje me vlerësimin që kanë apo besimin që kanë tek vetja e tyre, dhe duke vazhduar deri në fundjavë ku do të vëmë re një kurorëzim që ka të bëjë në lidhje me çështje sentimentale, sepse mund të kemi edhe prezantime të shumta, po ashtu edhe ata vetë do të ndihen shumë më optimist dhe romantik ndaj gjithçkaje që të re që vjen në jetën e tyre. Pra, kemi një evolim gjatë kësaj jave për shenjën e demit, i cili në përgjithësi do të jetë një evolim është në përgjithësi pozitiv. Pra, po kaloj tek binjakët. Binjakët gjatë kësaj jave do të ose më themi java do të fillojë me hënën tek shenja e tyre dhe mbi të gjitha do të fillojë pikërisht në gradën e parë të shenjës së binjakëve. Kjo do t'i bëjë ata vërtet shumë aktiv. Do të jenë shumë më të vetëdijshëm edhe për veten e tyre se si duhet të veprojnë. Mund të kemi për ta shpërthime në botën e tyre të brendshme dhe do t'i këshilloj shenjës së binjakëve që gjatë kësaj jave të jenë vërtet shumë të kujdesshëm për çdo lloj gjëje, ose më të themi çdo mjeti elektroshtëpi, çdo sendi elektroshtëpiak, çdo gjë që punon me elektricitet, sepse gjatë kësaj jave mund të kemi vërtet shpërthime të shumta. Për sa përket elektricitetit, duke qenë se shenja e binjakëve ndoshta nuk i vere, domethënë një nga shenjat e cilat mund të ketë pak më tepër vështirësi për t'i vënë re këto lloj problemesh, mund të edhe të ketë probleme më të mëdha. Ndërkohë që nëse ne jemi të kujdesshëm në këtë pikë, që është dhe pika e vetme ku mund të jetë negative, do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh për shenjën e binjakëve, duke filluar pikërisht nga mënyrë se ata trajtojnë veten e tyre, do të kemi një rritje në vetëvlerësinë, ndonëse si ishte tek shenja e demit, por këta nuk do ndryshe se çka kanë qenë deri tani, që tani që mund të kemë pas më tepër nevojë për mbështetjen e të tjerëve apo për aprovimin e të tjerëve në disa raste, duke filluar që nga java e kaluar faktikisht edhe këtë javë kjo do të shtohet edhe më tepër pa vetëvlerësimi, një pavarësi nga mendimi të tjerëve, kjo normale që do t'i bëjë ata që të hedhin hapo më të sigurt, që të mos humbasin kohë, të jenë efikas në jetën e tyre, dhe ky efikasitet do t'i shpërblet vërtet shumë, sidomos për sa përket çështjeve që kanë të bëjnë me banesën e tyre, sepse këtu do të marrin vendime vërtet shumë të sakta. Dhe në këtë rast mund të bëjnë dhe investime të mira. Në qoftë se gjatë kësaj jave ata që janë tek shenja e binjakëve, sidomos ata që kanë ascendent tek shenja e binjakëve, ju del përpara një mundësi për të bërë me shtëpi ose për të marrë një shtëpi, është një moment vërtet shumë pozitiv në lidhje me këtë temë. Sidomos pas ditës së njëjtë do t'ju këshilloj edhe më tepër, pra dita e premte do të jetë shumë më pozitive për të firmosur kontratën ose për shitjen dhe blerjen e këtyre pra. Për shenjën e binjakëve do të fillojmë duke fituar para. Është një javë në të cilën ka mundësi shumë të mëdha për të fituar para. Do të kalojmë tek zgjidhja e problemeve që kanë me vëllezërit, me motrat e tyre, në temë nëse kanë përvasur probleme me automjetet e tyre ose me mjetet e komunikimit, që se javë do të fillojnë të zgjidhin. Sidomos fundjava për shenjën e binjakëve është vërtet shumë pozitive dhe ju premton edhe udhëtime të shumta. Kjo do thotë edhe do të argëtohen vërtet shumë. Kemi dhe një temë shumë të rëndësishme për shenjën e binjakëve. Dita e mërkurë dhe e njëjtë mund edhe të shënoj edhe mbarimin e një periudhe të vështirë që ka të bëjë edhe me shëndetin e tyre. Mund të gjejmë kura sidomos në lidhje me sëmundjet që janë kronike. Pra, ose zbutjet të tyre, ose mund të gjejmë një kurë, një ilaç të caktuar që më tepër mundësia është që të jetë diçka natyrale, pra do të këshillohesh të fokusohesh ose drejtohesh më tepër tek këto. Dhe gafore. Për gaforën pas ka marrë një shënim, ata që kanë gafore në jetën e tyre, gjatë kësaj jave mos e shikoni shtrembër. Është një javë ku shenja e gaforës nuk ka tolerancë, duke qenë se është bota e tyre brendshme është vërtet në sipërfaqe gjatë kësaj jave.
dhe mbi të gjitha ka pasur një periudhë vërtet shumë të vështirë. Kjo periudhë e vështirë ka qenë sidomos në ndaljen në skenë të personave të cilët mund të mos e kanë pasur me të mirë, pra mund të kenë qenë në një farë mënyrë po them këtë armiqtë të fshehur, por gjatë periudhës tashmë kanë dalë në sipërfaqe. Pra, kjo do të thotë që shenja e gaforës është zhgënjur shumë. Mund të kemi pasur vonesa të shumta e të tjerë. Kjo është edhe një nga arsyet që shenja e gaforës gjatë kësaj javë është vërtet mos e shikoni shtrembër, për kjo është këshilla. Por gradualisht do të kemi një zbutje dhe në këtë frymë, sidomos drejt fundjavës do ta ndjejmë edhe më tepër. Do të kemi një komunikim shumë më të prerë, do të jenë shumë më tepër analitik gjatë gjithë javës, të duhet të them, dhe kjo faktikisht do t'i bëjë ata shumë më tepër efikas. Pra, ndryshe nga natyra e gaforës që mund të jenë shumë më tepër sentimental, të ndjeshëm, që të fokusohen më tepër tek ndjenjat dhe emocionet e të tjerëve, që se javë do të bëjnë komplet të kundërt, do të jenë të prerë, efikas dhe analitik. Kjo do t'i bëjë vërtet shumë mirë, siç e përmenda, duke filluar nga dita e njëjtë do të kemi një fokusim shumë më të madh tek natyra materiale, duke qenë se vetë vlerësimi do të vi pak a shumë automatik. Sidomos me hënën e re që do të jetë tek shenja e tyre dhe me ndihmën shumë të madhe të Jupiterit, do të kemi një zmadhim shumë të madh të fatit dhe të mirëqenies në këtë rast. Pra do të arrin që të piketojnë shumë mirë se cilat janë, cila është rruga që duhet të ecin, dhe mbi të gjitha se cilat janë njerëzit, personat që i ndihmojnë apo të situatat që duhet i zhvilloj. Pra, kemi një zhvillim ekonomik shumë të madh për këtë arsye dhe po e them në këtë mënyrë, gjatë gjithë kësaj jave, shenja e gaforës vërtet që do të vallëzojë me kohën, sepse do të di se kur të veproj, si të veproj, dhe kjo automatikisht do t'i bëjë ata që të kenë një rritje, një zhvillim vërtet shumë të madh. Të gjitha vonesat që mund të kenë ekzistuar në rritjen e tyre në karrierë gjatë kësaj jave, vërtet do të duhet të them që tashmë do të marrin fund. I din shumë mirë se cilët janë këto dhe din tashmë dhe si të veprojnë për të kaluar këto. Kjo është një javë shumë e rëndësishme për shenjën e gaforës, është java e cila do të ndërtoj terrenin e një viti në vazhdim. Prandaj dhe të gjithë ata që janë tek shenja e gaforës do të këshilloj që të fokusohen pikërisht tek puna që duhet të bëjnë. Siç e thash, njerëzit ndoshta mund të shikojnë shtrembër, por është pak edhe në dorën e shenjës së gaforës që të fokusohet tek gjërat që kanë rëndësi dhe gjatë kësaj jave, gjëja që ka më tepër rëndësi është pikërisht kjo, pra puna e tyre, efikasiteti që kanë në punë. Nëse arrin që ta përdorin këtë, do të kemë vëmre një rritje në çdo fushë, pra në karrierë, në natyra materiale, dhe automatikisht edhe mirëqenia e tyre do të rritet vërtet shumë. Luane. Shenja e Luanit gjatë kësaj jave ka një ndikim vërtet shumë të çuditshëm. Jemi shumë aktiv në shoqërinë tonë, sidomos dita e hënë dhe e martë janë vërtet shumë aktiv, por kjo mund të bëhet edhe themra e akilit për ta. Në qoftë se kemi një besim të verbër tek disa persona, kjo gjatë kësaj jave mund të na rezultojë edhe vërtet shumë dëmtuese. Ndërkohë që nga ana tjetër, nëse ka një vlerësim shumë të sëmurë, më të themi, ose të pashëndetshëm tek vetja e tyre ose tek veprimet e tyre, tek fati sidomos, gjatë kësaj jave edhe në këtë pikë mund të humbasen, sepse mund të hedhin hapa më të mëdhenj se çfarë mundet që të marrin përsipër në të vërtetë. Kjo është edhe arsye që shenjës së Luanit gjatë gjithë kësaj jave do t'i këshilloja që të jenë më të vetëdijshëm, që të jenë më të përgjegjshëm dhe të dinë ta njohin mirë potencialin e tyre ose kufinë e tyre, më mirë të themi. Kjo është një javë në të cilën në të vërtetë kanë mundësi shumë të mëdha për ta bërë këtë. Duke qenë se Jupiteri do të zmadhojë konsciencën e tyre, ose më mirë të themi intuitin e tyre, për shenjën e Luanit kjo është diçka vërtet shumë pozitive. Ndërkohë që të gjitha problemet që do të dalin gjatë kësaj jave, në të vërtet janë për të mirën e tyre. Çfarë duhet të them me këtë? Mund të përballen me premtime të pambajtura. Pra, kjo është e vlefshme, siç e thash, në lidhje me shoqërinë, pak më tepër. Por mund të jetë e vlefshme edhe në lidhje me premtime që janë bërë në lidhje me karrierën e tyre. Pra mund të jetë premtuar që do të rriten në detyrë ose që do të rritet rroga, por kjo nuk është mbajtur. Ky premtim nuk është mbajtur dhe kjo automatikisht do të sjellë zhgënjime në jetën e Luanit, por në qoftë se arrin që të kujtojnë këtë si gjë që në të vërtetë çdo pengesë që po i del në këto momente është për të mirën e tyre. Dhe nëse frenojnë veten e tyre nga reagimet impulsive, do të arrin që të kuptojnë drejt fundjavës sidomos që të gjitha këto kanë qenë në mënyrë që ata
të perceptonin mirë se cila është rruga që duhet të ndiqnin. Pra në qoftë se pronari i tyre, po jap thjesht si shembull, ju ka premtuar një rrjetë rroge, por nuk ja u ka dhënë, ndoshta duhet të ndryshojnë drejtimin e tyre. Mund të ndryshojnë vendin e tyre të punës, ose në disa raste mund mos jenë në projektin që ata duhet të jenë, ose në linjën ku ata duhet të jenë. Dhe mund të zbulojnë edhe një talent të tyre të fshehur, gjë që do t'i ndihmojë automatikisht që të kenë një rritje vërtet shumë të madhe nga ana ekonomike. Kjo është e vlefshme, do të jetë e vlefshme më të themi për 2 muajt në vazhdim. Pra kjo javë do të shënojë fillimin e një periudhe shumë të mirë ekonomike për 2 muajt në vazhdim, por normalisht në qoftë se ne pranojmë që të heqim dorë, pra nga zhgënjimet ose nga gjërat që mendonim se duhet të ishin në jetën tonë. Këto ishin ato çfarë kishin ndikime në lidhje me anëshin e Luanit. Është pak e komplikuar si javë për ta, sepse siç e thash mund të bëhet pak e lodhshme, por në të vërtetë është një nga javët më pozitive në qoftë se arrin ta përdorin, se do të krijojë një anë materiale të tyre do të jetë vërtet shumë mirë pas kësaj nëse e përdorin siç duhet. Dhe jemi tek Vjergjëresha. Shenja e Vjergjëreshës gjatë kësaj jave. Karriera do të lërë shumë për të dëshiruar, ose më themi kalon shumë për të dëshiruar, deri tani ndoshta, por tani jo më. Mund të ketë pasur vonesa në këtë pikë, por tani jo më. Mund të ketë pasur zhgënjime në lidhje me këtë pikë, por tani jo më. Tani do të arrish të përdorësh çdo gjë që ka ndërtuar deri tani, ose çdo gjë që ka mbledhur deri tani, njohje të rëndësishme që ka pasur. Dhe të gjitha këto do të fillojnë që ti përdori edhe më mirë drejt mesit të javës. Dita e mërkur për shenjën e peshor, për shenjën e Vjergjëresë kërkojndjes është shumë e rëndësishme. Duke qenë se do të kemi drejtuesin e tyre, Mërkurin, të vendosur tek grada e parafundit të shenjës së Gaforës, kjo për ta do të thonë edhe një shkëlqim të gjithë personave ose të gjitha zgjidhjeve që kanë të bëjnë me realizimin e ëndrave dhe qëllimeve të tyre në jetë. Për këtë arsye, për shenjën e Vjergjëresës, kjo është një javë në të cilën në qoftë se arrin që ta përdorim, pra pikërisht këtë moment do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në zhvillimin e tyre në karrierë, siç e përmenda. Do të vazhdojmë që të ose më themi drejt fundjavës do i marrim me radhë. Si fillim do të zgjidhim problemet që kemi në karrierë, pastaj do të zgjidhim problemet që ndoshta kemi pasur në lidhje me partnerët tanë, po ashtu dhe në lidhje me shoqërinë tonë, do të jemi pak më tepër social për shenjën e Vjergjëresës drejt fundjavës, ndërkohë që fundjava vetë mund të jetë pak e kundërta, po mund të keni një dëshirë për të shpjollur tashmë, për të mbledhur pak më tepër në vetvete dhe për të rishikuar gjithçka që kam bërë gjatë javës, duke qenë se gjatë gjithë javës do të punojmë vërtet shumë dhe do të zgjidhim vërtet shumë probleme, këtë më duhet ta analizoj. Në fundjavë do të keni dëshirë më të madhe për të mbyllur pak më tepër në vetvete. Kjo nuk është diçka negative, po e analizoj, përkundërse është diçka shumë pozitive, sepse do të arrijnë që të përdorin ose më themi që të rishikojnë çdo gjë në mënyrë që duke filluar edhe nga java tjetër, po edhe gjatë fundjavës mund të jenë shumë më tepër efikas, të bëjmë planifikime më shumë më të mira dhe normalisht kjo do të ndihmojë ata që të kenë edhe një rritje vërtet shumë të madhe. Kjo është një nga javët në të cilën shenja e Vjergjëresës mund të prezantohet me persona shumë të rëndësishëm, që mund të krijojë kontakte të cilët do t'i çojnë ata drejt jo vetëm realizimit të ëndrave të tyre, por edhe realizimit të tyre si individ. Pra kjo do të thotë edhe në përmbushjen që ata ndjejnë nevojën për shembull për të pasur edhe në jetën e tyre sentimentale, po ashtu edhe në jetën e tyre në jetën e tyre të përditshme, në rrethin e tyre të ngushtë. Pra është një javë vërtet shumë pozitive. Mund të jetë pak e lodhshme siç e përmenda, por është vërtet shumë pozitive për shenjën e Vjergjëresës. Peshorja. Për peshorën kjo javë është një javë ku duhet të punoj. Gjatë gjithë kësaj jave do të zgjidh me diplomacinë, duhet të them, të gjitha problemet që ka hasur deri tani, si tek vendi i tyre punës. Po ashtu dhe të gjitha gjërat tematikat që mund të kenë ngelur të hapura në lidhje me studimet e tyre.
Do t'i këshilloj që të rishikonin edhe njëherë të gjitha propozimet që kanë marrë ose që kanë bërë në lidhje me zhvillimin e tyre në karrierë, pra drejtorëve të tyre ose nëse kanë aplikuar për një vend pune, do t'i këshilloj që ta rishikonin. Kjo është një javë në të cilën ata kanë mundësinë që të krijojnë një stabilitet shumë të madh në jetën e tyre, pra profesionale. Dhe mbylljen e një cikli ku ata kanë qenë të pasigur se si duhet të vepronin. Njëjta gjë është e vlefshme në lidhje me dokumentat e ndryshme që mund të jenë për daljen e shtetit. Kjo është një javë në të cilën do të shënojmë mbarimin e këtyre problemeve, sepse pas kësaj do të kemi fillimin e një cikli të ri, kur në qoftë se është e nevojshme ose ndihen ata të domosdoshme, mund të zhvendosen, mund të kalojnë në një qytet tjetër, në një shtet tjetër. Dhe pikërisht kjo është javën të cilën të gjitha këto probleme mund t'i zgjidhim me shumë lehtësi, por në qoftë se nuk e përdorin këtë javë, normalisht duke filluar nga java tjetër në tutje, këto probleme mund të jenë pak më të tetë zgjatura tashmë, sepse ata vetë nuk do dinë ku t'i qëndrojnë. Për këtë arsye, nëse keni pasur probleme me ripërsëris me dokumentat, me daljen e shtetit ose edhe në lidhje për shembull me dokumentacionin që kanë të bëjnë me universitet, me studimet e larta, kjo është një javë shumë efikase për t'i zgjidhur këto, duke filluar nga dita e hënë deri ditën e njëjtë. Dita e njëjtë mund të jetë pak problematike sepse mund mos e përdorin mirë atë intuitën dhe logjikën e tyre, sepse Mërkuri do të jetë te grada e fundit e shenjës së gafores. Ndërkohë që drejt mesjavës do të kemi një shkëlqim, më të themi, të propozimeve ose të propozimeve që mund të kenë marrë deri tani, do të shkëlqej pikërisht ai që duhet të zgjedhin, do të këshilloj ta përdorin pikërisht këtë moment. Pra, fundjava do të jetë vërtet shumë pozitive dhe do të jenë vërtet shumë social gjatë fundjavës. Kjo normalisht për shenjën e peshorës është një ndër ndikime pozitive, sepse aty ju pëlqen vërtet shumë që të jenë social, për që të keni jetë sociale të pasur. Dhe kjo normalisht do t'i bëjë mirë. Do të kemi edhe për ta mund të kemi një zgjerim të rrethit të tyre, bile në disa raste mund të prezantohemi edhe me persona të cilët mund t'i konsiderojmë si partner romantik. Jemi në një fazë ku shenja e peshorës do të ketë një rritje vërtet shumë të madhe në jetën e tyre sentimentale. Bashkëpunimet janë shumë efikase gjatë gjithë së javës, do të këshilloj që t'i përdorni. Pra është një javë në përgjithësi pozitive, por nga ana tjetër, siç e thash, ditën e hënë dhe të martë, sidomos do t'i këshilloj që t'i përdorni që të zgjidhni probleme që mund të keni pasur siç e thash me dokumentat, në lidhje me drejtsinë, lidhje me daljen e shtetit apo etj. Rishikoni edhe një herë të gjitha propozimet që keni bërë dhe ju kanë bërë për zhvillimin tuaj në karrierë. Kjo është këshilla më e rëndësishme për shenjën e peshorës. Akrepi. Akrepi ka shumë dashuri gjatë kësaj jave, ose më themi, do të marrë shumë dashuri. Është një nga shenjat që ka qenë shumë e lodhur në lidhje me këtë temë. Krizat nuk mund të them që kanë mbaruar, sepse drejtuesi i tyre është në retrograd dhe mbi të gjitha është në kënd negativ me shenjën e akrepit. Por vërtet që janë në ndikime pozitive gjatë kësaj jave në lidhje me çështjet e zemrës. Nuk mund të them thjesht në lidhje sentimentale, pra, ose në lidhje në çift, marrëdhënie në çift, vërtet që do të marrin një dashuri shumë të madhe nga miqtë e tyre, nga familja e tyre, është një javë vërtet shumë pozitive në lidhje me këtë temë. Kjo do të zbusë shumë atë frymën negative ndoshta që ka ekzistuar deri tani tek jeta e tyre. Mund të kemi vonesa për ta në lidhje me këtë temë, por këto vonesa mund të çojnë ata dhe në zhgënjime, të cilat do të them, në qoftë se nuk janë të kontrolluar, mund të prishin marrëdhëniet që kanë me familjarët e tyre. Pra, ndërkohë që kanë mundësi që të marrin një dashuri shumë të madhe pikërisht nga këta persona, në qoftë se nuk e kontrollojnë mirë emocionet e tyre gjatë kësaj jave, mund të prishin pikërisht të marrëdhënie dhe të humbasin mbështetjen që nevojitet vërtet shumë. Do t'i këshilloj që të ishin dorë nga pritja e gjërave të cilat nuk funksionojnë, që ata e dinë tashmë që nuk funksionojnë, ose personave, të ishin dorë dhe të pranonin mbi të gjitha gjërat botën ose jetën ashtu siç po i vjen. Në këtë moment të shenja e akrepit, në qoftë se pranon rrymën, pra rrjedhën e jetës, ka një mundësi shumë të madhe për të zhvilluar, për të kryer stabilitet shumë të madh në anën e tyre financiare. Kjo hënë e re që do të jetë tek shenja e gafores, në të vërtetë është shumë pozitive për shenjën e akrepit, por nga ana tjetër duke qenë se do të ketë një kënd negativ me drejtuesin e tyre që është Plutoni, mund të thotë edhe probleme tek shtëpia e tyre, tek banesa e tyre, dhe mbi të gjitha mund të thotë edhe harxime pikërisht në këtë temë,
Për këtë arsye, do t'i këshilloja që të jemi shumë të vëmendshëm në lidhje me investimet që bëjmë. Në qoftë se gjatë së javës ju del një mundësi për të blerë një shtëpi ose për të ndoshta edhe për ta shitur banesën ku jetoni, do t'i këshilloj që ta rishikoni ose që të merrni mendimin e specialistëve. Më mirë bile që ta rishikoni ose ta shtyni të paktën për disa muaj shitjen ose blerjen e shtëpive gjatë kësaj periudhe. Gjithmonë, po e them në këtë mënyrë, në qoftë se kjo bëhet nëpërmjet kredive, pra nëse do ta blini me kredi, është diçka më pozitive, por nëse doni ju të shisni banesën, kjo është diçka që do t'ju këshilloja që ta shtynit deri në fund të korrikut. Okej, dhe jam tek shigjetari. Shigjetari, faktikisht, duhet të them edhe një gjë në lidhje me shenjën e akrepit. Është një javë pak e vështirë për ta, sepse duhet të përzjedhë shumë dhe mënyra se si mund ta kaloj më thjesht është të kuptoj mirë natyrën e njerëzve që ka rreth, ose mos të familjarëve të tyre. Të kujtoj pra se cila është natyra e tyre e vërtet. Dhe kjo mund t'i ndihmojë ata që të mos fokusohen tek detajet që janë të parëndësishme. Pra në fund të fundit ata janë familjarët e tyre dhe nëse fokuson vetëm tek ky si detaj, mund ta kemë më të thjeshtë për të kaluar të gjitha problemet që mund të jenë të shkaktuara edhe nga pikërisht të persona. Jemi në një periudhë ku do të jemi pak më tepër tolerant dhe shenja e akrepit duke qenë se është pak e lodhur, mund ta harroj këtë si virtyt. Nëse kujton këtë, do ta kaloj shumë më thjesht këtë javë. Okej, por i kthem tek shenja e shigjetarit tashmë. Për shigjetarin kemi bashkëpunime të shumta dhe mbarimin në një faze ku mund të ketë pasur vështirësi pikërisht në lidhje me këtë temë. Do të kemi fillimin e një faze të re, ku mund të marrë një ndihmë shumë të madhe ose më thënë mund të ketë fitime shumë të mëdha pikërisht nga bashkëpunimet. Bile të gjithë ata që janë tek shenja e shigjetarit, do t'i këshilloje që këtë periudhë një vjeçare ta përdorni pikërisht në këtë mënyrë. Mund të merrni kredi për të blerë shtëpi. Kjo është një periudhë shumë pozitive bile për këtë gjë. Nëse merrni kredi jo vetëm për të blerë shtëpi, por edhe për të kryer biznesin tuaj, është një periudhë vërtet shumë pozitive. Nuk është të thënë thjesht kredi, nëse bëni bashkëpunim me dikë, apo nëse merrni mund të për shenjën e shigjetarit edhe gjatë kësaj javë, bile mund të marrin lajme në lidhje me trashëgimni që mund të kenë lënë të tjerët, ose dhe mund të marrin ndihmë edhe të familjarëve të tyre ose të partnerëve të tyre. Gjithmonë flas për anën ekonomike. Por kjo hënë e re që do të jetë tek shenja e gafores mund t'i lërë pak të hapur në incidenteve, prandaj sidomos mes javën do t'i këshilloj që të jeni pak të vëmendshëm. Në përdorimin e automjeteve, do t'i këshilloj që të jeni të vëmendshëm edhe gjatë nëse bëni sport, në mënyrë se si bëni sport mos e teproni shumë, kjo mund të çojë edhe në probleme tendonet e tjerë. Pra, gjatë kësaj jave, shenjës së shigjetarit do t'i këshilloj që të jenë të vëmendshëm, sepse janë pak më të hapur ndaj incidenteve. Por nëse jemi të vëmendshëm, është komplet e kundërta, do të përfitojmë se do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe ekonomike, siç e thash, sepse do të kemi një ndihmë shumë të madhe nga bashkëpunimet. Përzgjidhni më tepër se çfarë bëni, ku shkoni, si shkoni, pra e të tjerë. Por kjo është gjë që është kam të rëndësishme. Kjo është mënyra se si mund të mbroni veten tuaj në incidenteve dhe aksidenteve që mund të ndodhin gjatë kësaj jave. Punoni me më tepër efikasitet dhe jo në sasi. Pra nuk është e nevojshme që të punoni shumë, gjatë kësaj jave është e rëndësishme që të përzieni punën që do të bëni. Ku do të harxhoni pikërisht energjinë tuaj, sepse çdo njeri ka një me kapacitet të caktuar të kësaj energjie. Nëse përdorni me efikasitet, do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe ekonomike, siç e përmenda. Nëse marrim nëpërmjet bashkëpunimeve, mund të marrim të ardhur materiale ose mund të marrim të ardhur materiale, të cilat nëse i përdorim me efikasitet, do të thotë që mund të kemi një hyrje vërtet shumë të madhe, ose krijimin dhe të burimeve, të cilat do të jenë të vlefshme për minimumi një vit në vazhdim. Britsjapi. Për britsjapin po e them në këtë mënyrë. Britsjapi, duke filluar që nga dita e hënë, bile mund të thjesht edhe që nesër planifikoni mirë javën. Mbani shënime. Bëjni me pika, pra se cilat janë gjërat që do të bëni dhe
pas planifikimit, pra aplikojeni hap pas hapi, të gjitha. Është një javë shumë efikase nëse përdoret në këtë mënyrë, por nëse se le të themi i lëm të gjitha gjërat në duart e fatit, do të ndodhi komplet e kundërta, mund të kemi humbje të shumta dhe me të gjitha mund të kemi harxime pa mas. Kemi edhe një periudhë në të cilën shenja e britjavë mund të ketë dhe harxime të shumta, nëse siç e thash, harxime të shumta e kanë fjalën në këtë kuptim që nëse janë të pa planifikuara, gjërat mund të hyjnë dhe të bëjnë surprizë dhe duke qenë se nuk e di se ku të harxoj paranë e tij gjatë javës, shenja britjavë mund të bëjë harxime të panevojshme. Po e them në këtë mënyrë. Mos harroni veç që të planifikoni edhe të argëtoheni edhe të udhëtoni, sepse gjatë javës për shenjën e britjavit balanca është shumë e rëndësishme. Pra, ndërkohë që planifikoni për punën tuaj, për efikasitetin tuaj në jetë, mos harroni që të planifikoni edhe për argëtimin tuaj. Është një javë në të cilën shenja e britjavit do t'i këshilloj që të kaloni kohë me partnerët e tyre. Për ata të cilët nuk kanë partner, do t'i këshilloj që të kaloni më tepër kohë me shoqërinë. Këtu mund të keni edhe prezantime të shumta, por nuk është vetëm kjo arsye, vërtet që do të argëtohen shumë me shoqërinë e tyre, bile ato udhëtimet që sapo përmenda, do t'i këshilloj që të bëni pikërisht me shoqërinë tuaj, gjithmonë nëse nuk keni partner. Nëse keni partner ti kanë jetën tuaj, do t'i këshilloj që të bëni pikërisht me të. Gjatë fundjavës, për shenjën e britjavit do të këshilloj një lloj shenje e shigjetare gjatë gjithë javës, por ta do të këshilloj gjatë fundjavës që të jeni pak më të kujdesshëm ndaj incidenteve. Dhe kemi arritur tek ujori. Shenja e ujorit do të kemi një periudhë të gjatë që do të jetë indikuar tek shëndeti i tij. Kjo hënë e re do të thotë edhe mbarimin e një periudhe që mund të jetë për ata të cilët kanë pasur po e them në këtë mënyrë, për ata të cilët kanë probleme me shëndetin, që mund të kenë sëmundje kronike, sidomos ato që prekin sistemin imunitar ose sistemin nervor, gjatë kësaj jave mund të gjejnë zgjidhje pikërisht për këtë temë ose zbutje të dukshme të këtyre problemeve. Dita e hënë, sidomos është shumë efikase në lidhje me këtë temë. Mund të marrë një lajm ose mund të hyjë në jetën tonë një individ i caktuar i cili mund të na ndihmojë që të gjejmë pikërisht të kur që na nevojitet. Nga ana tjetër, nëse nuk duam që t'ia lejmë gjërat në duart e fatit, për shenjën e ujorit, nëse se ne krijojmë një rutinë të shëndetshme, planifikojmë mirë jetën tonë, pra atë çfarë ham, çfarë pim e të tjerë, pra tashmë e dim, sportin që duhet të bëjmë, në këtë rast do të kemi një përmirësim të dukshëm të shëndetit të tyre, pra nuk është nevojshme që të presim vetëm ndihmën nga jashtë, këtë mund ta bëjmë edhe vetë. Kjo është një javë shumë efikase në lidhje me këtë temë, do t'ju këshilloj vërtet që ta përdorni. Fokusoni tek vënien e jetë të planeve tuaja, që keni bërë, të ëndrave tuaja. Nuk është nevojshme që ti realizoni me njëherë, po do t'ju këshilloj që të hedhni të hapat e parë gjatë kësaj jave. Duke qenë se do të rritet shumë efikasiteti për të gjithë ne, bile tashmë mund të them që është rritur sepse Marsi ka kaluar tek shenja e Birgjireshës, këtë mund ta përdor shumë mirë në këtë moment e shenja e ujorit. Në rritjen e efikasitetit, pra duke filluar që të realizoj, duke ecur hap pas hapi, do të arrijë vërtet që të ketë një mirëqenie shumë të madhe nga ana e tyre ekonomike. Për shenjën e ujorit, veç do të këshilloja që të jemi shumë të vëmendshëm në brenda shtëpisë tonë, sepse këtu mund të kemi vërtet prishjen të elektroshtëpiakeve, mund të kemi probleme me elektricitetin në përgjithësi, prandaj edhe shenjës ujore do t'i këshilloj një lloj këshilla siç ishte javën e kaluar, vazhdojnë që t'i të vlefshme pra dhe për këtë javë, që çdo gjë që e dini që është e prishur, nuk t'ju këshilloj që ta përdorni ose ta rregulloni, pra të ndryshoni nëse keni nevojë. Dhe kemi arritur tek peshqit. Familja është tema kryesore e kësaj jave. Për shenjën e peshqve, këshilla ime do të ishte që të dalin nga psikologjia e viktimës. Kjo javë është një javë në të cilën shenja e peshqve ka një mundësi shumë të madhe që të lulëzojë, janë vërtet shumë aktiv, ose mund të jenë shumë aktiv nëse lejon veten e tyre, nëse siç e thash dalin nga roli i viktimës. Në disa raste për shenjën e peshqve mund të bëjmë re që ata mund të futen edhe në rolin e
shpëtimtarit, pra kjo është edhe një nga natyrat e shenjës së peshqve, ndërkohë që në këto momente kanë nevojë që të jenë efikas, kanë nevojë që të përdorin gjithçka që po i del përpara. Kanë një fat shumë të madh në këto momente, kanë një kreativitet shumë të lartë. Për shembull në peshqve në të njëjtën kohë kemi hyrje në jetën e tyre të shumë personave të cilat mund t'i ndihmojnë ata për të arritur qëllimet që ata kanë, për të arritur ëndrat e tyre, për të krijuar një jetë më stabil. Dita e hënë dhe e martë do të jenë 2 ditë në të cilat ata mund të kuptojnë më mirë se cilat janë tema që duhet të zgjidhin brenda problemeve shtëpisë dhe me familjarët e tyre. Këtu do t'i këshilloja që ta shikonin, mund të arrin ta shikonin ose më thënë të dëgjonin mirë familjarët e tyre, sepse do të arrin që të shikojnë edhe një anë të tyre të re. Kjo do t'i ndihmojë ata normalisht të krijojnë marrëdhënie shumë më të shëndetshme pikërisht me këta persona. Kur them familjarët e tyre, nuk do të them vetëm mami dhe babi ose vetëm prindrit, do të them edhe me partnerët e tyre, me bashkëshortët e tyre, në disa raste edhe me fëmijët e tyre. Kjo do të jetë shumë më e prekur, ose më them, marrëdhëniet që kanë me fëmijët e tyre do të jetë edhe më e prekur në mesjavë, duke qenë se do të kemi dhe hënën e re, e cila do të jetë pikërisht ditën e mërkurë. Për shenjën e peshqve, jemi futur tashmë në një fazë që është vërtet në rritje sipër, por në qoftë se humbasin kohë me gjëra të panevojshme, po e ripërsëris, ekziston mundësia shumë e madhe që të humbasin pikërisht këto fat të madh, këtë shans të madh që po hyjnë në jetën e tyre. Ndërkohë që nëse arrijmë që ta përdorim, përkundër se do të fillojmë të krijojmë marrëdhënie më të mira me familjarët tanë. Nga ana tjetër do të fillojmë të kemi edhe një mirëqenie shumë të madhe si në banesë, po ashtu dhe në brenda rrjetit ton të ngushtë, po ashtu dhe do të kemi një rritje në kreativitet. Për ata persona të cilët nuk janë të martuar, kjo verë komplet, domethënë, duke filluar nga kjo javë, se siç e thash, ky është parashikuesi ose më themi përmbledhje e një viti në vazhdim. Për shenjën e peshqve do të thotë edhe fillimet të reja në jetën e tyre sentimentale. Pra është një javë shumë e ngjeshur dhe shumë pozitive, nëse përdoret në mënyrë të tillë. Kushti vetëm pra është që të mos e lojnë veten e tyre që të futen në psikologji të cilat janë të pashëndetshme. Ky është vetëm kusht që kemi për shenjën e peshqve. Dhe këto ishin të gjitha shenjat, ishin të gjitha ndikimet, edhe ndikimet të përgjithshme dhe të gjitha shenjat e zodiakut. Okej. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë. Nëse keni ndonjë pyetje, mund të më shkruani. Pafshim.